Kam cënuar. Edhe kur ishte në shtëpi donte të më vriste, i kam shpëtuar. Më rrimin, duke qenë shtatzan, më mbyllnin, ish vjera më mbylli. Ik më tha ma qroj, o shtëpia ime këtu. Bërë ti tha të na kërcënoshën edhe ta futësh djalin tim në burg se të gjojtë një shpullë. Mua mere këtë, tha, me ke bërë, aj se po ta jap dhurat pasaj, tha. Tani na bëhet baba. Ish vjera, po i thoshte mamit dhe babit që ta marrim se është turp, gjynaj u ngeli pilaf në shtëpi, se martoni to se ka një fëmijë. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell historinë e një nëne, nëna e një djali 3 vjeçar, e cila do t'rregojë dhe do rrëfej historinë e saj, martesën e saj të shkurtër, 4 muaj dhe u divorcua për shkak të dhunës nga partneri i saj, por edhe pse ka 3 vite divorcuar, vazhdon të ketë probleme dhe kërcënime nga babai i djalit të saj. Quhet Viola Kurti, i hap dritaren dhe menjëherë përshëndes. E dashur Viola, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke dërguar një mesazh sepse me sa kuptova dhe lexova nga mesazhi ti ke probleme me ish bashkëshortin tënd. Po. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Tani aktualisht jemi të ndarë. Je divorcuar, po? Dhe vjen e takon djalin, por djali nuk do qanë. Unë me vendim gjykate e kam që djali të takohet në shtëpia e nënës dhe të dorëzohet në shtëpia e nënës, domethënë në shtëpia ime. Kanë erdhur këtu, djali nuk do, e kanë mbajtur me orë të tëra në rrugë, më është smurur djali, ka marrë në telefon ato përmbarueset. Më kanë thënë që po djali ashtu smuret, ndërkohë që kemi ndonjë 5 orë në rrugë, dorime dhe 10 orë dhe as rutina njëri ndryshon kështu. Mas shmendën djali nuk po di. Se i kërkoj të drejtat time, po ato janë bën palë. Me ata më kanë vënë dhe gjobë, 240 mos gabon. Kush ta ka vënë gjobën? Përmbaruesja. Se me çfarë shkakut ka vendosur gjobën? I thash, unë kam mbi një vit që vete në zyrë të mbarimin në Korçë, që nuk e kam për detyrë, sa ata shimin duhet ta krijoj babai me djalin, le që njëra as psikolog as gjë, paguaj e ti më thon mua. Kur e din fort më që unë s'kam mundësi ta paguaj, sepse jam në vetme me vështirësitë e mia. Domethënë bullizojnë dhe talle. Edhe pse ka marrë urdhër mbrojtje, më thotë përmbaruesja, ke marrë urdhër mbrojtje ti. Ç'të duhet ty me jetën time? Ti je që të më pyesësh, Viola, je dakord? Unë gjithmonë kam qenë dakord dhe do jem. Po aman, jo në këtë mënyrë të më çmendë djali. Pastaj çan djali natën, kush mban përgjegjësi? Ri unë me prindrit e mi dhe me vëllezërit tim që vëm në spitale dhe çan djali e dridhet. Sa ai nuk e njeh babain, ai ka ikur kur ka qenë 2 muaj. Që 1 muaj sa ta mblinin më vete në shtëpi, sa as në takonin as, mblinin të mbyllë, derisa më erdhën më mori familja. Pra, ti kur e divorcuar me bashortin tënd, si quhet ish bashkëshorti? Ervin, mersi vallë. Ti kur e divorcuar me Ervinin, djali ka qenë 1 muajsh. 2 muaj, sepse prita sa bëri dhe vaksinën se vinte keq, kisha probleme, babin e kisha në Greqi, doja që ti thoja në telefon se është dhe me zemër, ka bërë bypass dhe çfarë s'mendonja, e kupton, isha dhe sa po kisha lindur, kisha 100, ndërkohë që ata më mbanin të mbyllur në shtëpi atje. Ndërsa djali sot sa vjeç është? 3 vjeç bëri në 6 maj. Që nga i vogël, 3 vjeç. Dhe normalisht ai nuk e njeh fare figurën e babait. Fare, dhe ata le që njëre më hovi, më thama se ke me mua, pasi se unë s'kam prova, se edhe telefonin që i bëra një video që do ta denoncoja ma mori me zorë kur isha në shtëpinë ati dhe i fshivi të gjitha dhe bën tani. Po, në momentin që ju divorcuat, gjykata çfarë vendosi? Kujdestarin ta la ty? Po. Dhe kur ishte pa mbushur 2 vjeç, ta takonte 3 herë në javë, të hënë, të mërkurë, të premte, nga ora 4 deri në 5 në pranitë të nënës. Por ai nuk vinte, po jo shpesh, edhe djali nuk i rinte, kuptoj se qante fosh edhe fillonte o majmun pse s'ri me mua, domethënë nuk e mbante dot as 1 sekond kur qante. Megjithatë, dhe çfarë i thoshte djalit, o majmun? Po. Pse s'ri me mua, pse qan. Dhe gjykata vendosi 3 herë takime në javë që babai të realizonte me djalin. Deri në 2 vjeç. Pastaj vendosi që ta takonte çdo 2 herë në muaj. Domethënë çdo 2 javë si bie. Po, 1 herë në 2 javë për ta takuar i bie 2 herë në muaj. 2 herë në muaj
të shtunën në orën 10 edhe ta dorëzoj të dielën në orën 10. Nuk e ka marrë asnjëherë sepse nga që nuk e njeh ai sri dot as nuk ri fare, domethënë se nuk edhe kur vete e morën një herë që nga shtëpia me të qara, me të gajasur, e mbajtën ja 3-4 orë, i kishin thënë tha vet djali që mos ri me mamin, mami është e keqe, hajde me ne në Tiranë se problema kullore, mos ri me gjyshin, janë të këqinj, domethënë nuk di. Ish bashkëshorti, jeton në Tiranë? Jeton në Tiranë. Dhe kur ai e ka marrë një natë djalit ka treguar. Jo, nuk e ka marrë asnjëherë një natë. E mori këtu, domethënë nga shtëpia me zorë, e morën, e mbajtën 3 orë, 3-4 orë kështu në Korçë, edhe sepse unë ka gjithmonë në zyra e përmbarimit me urdhër, sepse do të fusim në burg, mbaruesja. Në momentin që babai e ka marrë djalin dhe ka mbajtur 3-4 orë në Korçë, i ka folur keq për ty dhe familjen tënde? Po, sa vet djali. I kam bërë dhe video, i kam të gjitha. Dhe kjo është shumë e rëndë, realisht nëse ka ndodhur kështu. Nuk di çfarë të bëj, ku s'kam vajtur, por nuk ka të drejta. Imagjino unë që jam, domethënë, jo se kushtet jam askushi, po di dy gjëra. Jo, ti je nëna ati djali, ti je nëna ati djali. Nuk më pyet njeri. Edhe në sy të përmbaruesës më ka thënë që kur erdhen këtu në fshat, e me sa është budallat, që ka jo është këshu, i thashun e dëgjove, e mon dhe i këtë fakt, i thashun. Po herë me tha se ma qërës më kanë thënë, edhe në ambient e punë, edhe kur kam berë, kur kam ushtruar detyrën, nuk më duhet mojet e jote, ti e për mua, këtu je si shtet atë, s'ka gjëja, nuk ka gjë. Pra, zyra e përmbarimit në qytetin e Korçës, le të themi ka abuzuar me ju dhe me vendimin e gjykatës. Ti je dakord që djali të atakoj babain, por djali nuk pranon dhe ai është 3 vjeç. Unë domethënë kam qartë dhe më vinte keq kur ai e mohonte, ndjesha domethënë që djali im ishte pa baba dhe kur shikoj tani ndonjë situatë ndihem keq, nuk dua të bëj të pamundur, por jo ai të shfrytëzoj, të më bëj mua të ndihem keq nëpërmjet djalit. Se ai është interesi më i lartë i fëmijës, ai për të fëmijë po bën që të jetë mirë atë. Por detyrimi ligjor, babai e paguan, se besoj gjykata ka vendosur një detyrim ligjor. E paguan, por ka mbajtur disa muaj, por nuk dua ta ankoj, nuk e dua fare, japë dhe kështu me të gjitha. Kam thënë edhe në gjykat, po gjykata e vendosi. I kam thënë gjykatësit, por nuk e dua. Sepse dua të di. Jo, nuk e dua sepse po më ka kërcënuar që do të vrasë, do ta nxjite, nuk do të le të martohesh, nuk do të le të jetosh e qetë, po e bën vërtet. Po kjo është shumë e rëndë, Viola, detyrimi ligjor, gjykata ka vendosur dhe ka bërë shumë mirë, sepse pa ato para ti mund t'i mbash për djalin dhe i duhen djalit. Më fal, tani unë vete çdo 2 javë në Korçë, vete në makinën time, gjele ka borxh, kur s'kam, i merr babi makinën ndonjë shoku, unë i harxoj më shumë ato, e kupton? Më mirë nuk i dua ato dhe të rije qejf, sesa nuk i dua. Për çfarë ti dua që të më shkatroj tjeta? E dashur Viola, në momentin që djali është takuar me babain dhe gjithçka ka ndodhur tek zyra e përmbarimit në qytetin e Korçës, a ka patur një psikolog, e ka parë gjendjen e djalit? Paguaj vetë psikologe, pse ne do ta paguajmë psikologe? Po desh e paguaj, ja dërgova dhe ligjin, thash unë është me ligj që duhet, pse duhet ta paguaj unë? Unë në rregull e kam atashimin me djalin. Duhet ta vi babai, paguaj e vetë. I kam dhe mesazhin madje që më ka shkruar ajo Enkeleta Kota përmbaruese. I thashun ke ndonjë lidhje thash të veçantë me atë që e mbron atë çfarë thashun, çfarë marrë vesh e keni vetë se s'po të kuptoj thash. Po pse te zyra e përmbarimit nuk ka një psikolog në momentin që fëmia sillet në këtë lloj mënyre dhe nuk kërkon të takojë babain? Jo. Unë nuk merr të fare, pastaj kur ngrit ta zero më 180 domethënë, edhe merr gjasmë PMF që s'bën asgjë. E morëm një psikologe në momentin që ti e ngritë zërin. Morëm psikologe. Morën për punojse për mbrojtjen e fëmijëve, jo psikologe. Por dhe kjo punojse çfarë roli bëri me djalin tënd? Thjeshtëria, jo asgjë, është në mbështetje dhe policia kur janë kohë më kërkoj të drejtë, thotë jemi në mbështetje e kur çan djali kur ka jaset, kur çmendet, jemi në mbështetje të përmbarimit. Tani, Viola, kjo është një skandal që ti po më tregon, që ti nuk e ke penguar asnjëherë djalin tënd të takojë babain, por djali është 3 vjeç. Kam vajtur në zyra përmbarimit, unë e lexoj 2 ligje, edhe si kur, le që se mendoj kur njerëz se jam dua të jetë djali.
Po s'mund ta pengoj, e kupton? Si do ta pengoj? Kur unë kam vajtur më shumë, kam afërsisht 2 vite që vete në zyre përmbarimit. Po ti ishte ta pengoj, unë e pengoja që në fillim. Ç'është kjo gjop? Pa ke vënë gjopën. Po pra, këtu ndalemi se ky është skandali. Ti nuk e pengon djalin të takoj babain. Ti e merr djalin e çon te zyra e përmbarimit dhe djali qan nuk do të takoj babain dhe ty zyra e përmbarimit ka vënë gjop? Po. Por çfarë të tha? Domethënë kush ishte shkaku i kësaj gjobe? Se është Nuk po tham fare, kur vajta unë atje, tha nuk e erdhur një radhë ke gjobën që në mars. I thashë muj, tani ti s'ka me erdhur, leqë njerë thash duhet të vish këtu në shtëpia ime një. Ka me erdhur me 100 talle, thash atje, 100 në Korçë, jam 35-40 kilometra larg vetëm vajtje, po edhe ardhja. Se tani se unë e kupton, nuk di çfarë të them, aq më kanë rënduar edhe më kanë shqetësuar. Ky është një skandal që ti po denoncon ditën e sotme. Kanë folur dhe me një avokate dhe po tani avokatët kanë punën e tyre dhe duan e kanë punë. E kur më tha edhe ajo kështu reagovi si ty. Po asaj se vazhdova me unë për arsye të ndryshme. E kuptoj, sepse ti do të vazhdoj të denoncoje zyrën e përmbarimit për ta hedhur në gjyq për këtë gjop që të kanë vendosur. Jo, në fakt është skandal, nëse është kështu historia që ti nuk e pengon djalin të ketë kontakte me babain, por është djali i cili nuk e njeh dhe duhet një kohë realisht. Duhet atashimi, nuk krijohet ashtu ajtë babit, në babi jote edhe u bë. Ke të drejtë dhe zyra e përmbarimit të vendosit ty gjob. Kjo është ngresh duar të lartë, domethënë për çfarë motivi të ka vendosur ty zyra e përmbarimit gjob, sepse pas ke shkuar ti një herë kur vendimi i gjykatës e shkruan që takimi do bëhet në shtëpinë e nënës. Pra urdhrojmë ne, sepse kemi erdhur në shtëpinë tënde dhe djali nuk do. Po s'dosin se njëri atje pasaj do, po ti edhe ato e marrin. Mo i thuaj babait të vi, ti ke punë vetëm të zbatosh vendimin e gjykatës. Qofse nëna nuk pranon, qofse personi tjetër, domethënë pala tjetër nuk pranon, atëherë ke të bësh detyrën tënde, denoncim ose. Po ju ti të marrësh fëmijën ti, çfarë je ti thash me psikologa, çfarë je më thuaj? Ti e ke këtë fëmijë, çfarë e ke thash me vinin? Çu bëjmë kështu thash që e merr djalin e gënjen, hajde me lodra i vet telefon. Nuk lejohet ti vesh telefon, me po se lejovi nëna, ai tini ligjet i thash. Ke marrë mbrojtje ti dhe E dashur Viola, ti e pajisur me urdhër mbrojtje, ma trego çfarë ka ndodhur që u pajise me këtë urdhër mbrojtje? Sepse në 6 maj 2022 kishte ditëlindjen djali dhe e kishte për të atakuar. Binte ditë, nuk e mbaj mend fiks që mos ngatrohem se jam shumë e ngarkuar. Po, çon si ka, po? Ditën e ditëlindjes ishte takimi që do bënte edhe me babain. Po e sigurt, ka qenë e premte, edhe kemi dalë që në mëngjes për të festuar. Në Korçë edhe na dërgon mesazh. E ishte burri, babai i djalit domethënë që do vi të atakoj në orën 4 edhe familja ime shpejt me frikë të iki me këto një lam çdo gjë në mes, erdhëm këtu edhe djalin e zuri xhumi se ishte lodhur. Ecën pa përmbarues atëre. Jo, ju e një mashtrues në lagjet time, imagjino, gjithë njerëzit shikonin. Ata thërisnin, libin të derës ai, edhe në një moment e kam nxjerr djalin në gjuhë, i thashun ja, atë nuk duhet ta bëja, po që nxora djalin në gjuhë, ndihem dhe unë keq domethënë kur e mundoj. Pastaj e morën u zgjua djali, imagjinon nga britmat e nga të thillët. Po i thosha që djali flej, prit, jo ti s'do të ma lesh, ti kështu, ti ti e fjalë nga më të ndryshme, ti binte derës se tha babi të lutem, u afrua pasaj. Për të më shtyr mua, pasaj babi domethënë që ta ndalonte, i tha kujdes, pasaj nuk di çfarë të them. Ndodhi atë ditë dhuna? Po, e mora në telefon policinë. Ai ushtroi dhunë ndaj teje? Jo, nuk më preku, po donte të më shtynte, thëriste, domethënë dhunë verbale dhe po? Logjike mamin pasaj, e qavi këtë, vajtëm dhe morëm raport. Ka ushtruar dhunë ndaj nënës tënde? Edhe babin, vajtëm e të ambulanca, lëmlova dhe ambulancën, pasaj ka dhe atë fletën e spitalit. Vajta dhe unë, po unë vetëm do me thënë dhunë psikologjike dhe verbale. Ti e denoncove dhe u pajise me urdhër mbrojtje? Denonsova dhe në komisariat kam kërkuar të drejtat e mia. I kam thënë që unë dua urdhër mbrojtje edhe për fëmijën, sepse pavarësisht se fëmia nuk është dhunuar fizikisht, po ka psikologjikisht.
dua dhe për mamin, i thash, ishim të tre, kam qenë me djalin në zy. Dua dhe për mamin, i thash. Për babin nuk e mbaj mend, ai kam thënë. Nuk më kam dhënë, vetëm për ty se fëmia është i vogël, po ligji e jep, sepse të mbrohet ka dhuna fëmia, nuk ma dhan vetëm mua. Do me thënë, mbrojtur në... Është respektuar ky urdhër mbrojtje nga ana e tij? Fillimisht u respektua. Pasaj në ambientet e punës, unë nuk e kam denoncuar se nuk dua të merrem me këto çështje se jam lodhur, dua vetëm qetësi. Ka erdhur një kushërira e këtij që na ka njojtur, domethënë, edhe ka filluar pa hyrë, pa e kaluar pragun e zyrës time. Thoshte fjalë nga më të ndryshme, po unë nuk e denoncova dhe isha brenda, në mos gaboj nga fundi urdhër të mbrojtje, nuk e denoncova që të thosha është prishur. Pse erdhi tek puna jote dhe të ka ofenduar? Sepse ajo na bëri, kupton, pastaj u prishën mandemjet. Pastaj kur më ka pyetur dhe ajo vajza që Viola nëse do ta shtysh urdhrin, sepse kërkohet brenda 15 ditësh të fundit, i thash unë jo, nuk dua. E qartë. E dashu Viola, të gjithë këto historira që po më tregon ditën e sotme, problemet me ish bashkëshortin, që edhe zyra përmbarimore ka vendosur një gjop që për mua u vazhdoi ta ngrej zërin të them që është një skandal, që ti nuk pengon djalin, takoj babain, dhe zyra përmbarimore të vë ty gjop, unë nuk e di ç'a ndodh me verbalet që kanë vajtur sa herë më kanë thënë në shinë dëbor, madje kanë vajtur dhe në vigjiljen e Krishtlindjeve vit, në datën 24 dhjetor, ka qenë -7, -8, e ndërkohë më kanë ndenjur atje mbrapa derës atje në zyrë në korridor, më kam ngrirë që e gjitha pa lëvizur, ndërkohë thoshte ai, "Hese djali është ngrohtë brenda në zyri, kemi hapur dy rezistenca." Po ngrohet djali fëmia foshja me dy rezistenca. Unë uroj dhe shpresoj që zyra përmbarimore Korçës të na ndjeki dhe të reagojë dhe unë do bëj të pamundrën që të kemi kontakt me zyrën përmbarimore të Korçës Viola për të denoncim që ti bëre ditën e sotme, por desha të pyesja, nga gjithë ato gjëra që kanë ndodhur në këto 3 vite ndarje ti me Ervinin, ti vetë me Ervinin ke folur, nuk e mundur do ta gjesh gjuhën e përbashkët për hir të djalit? Jo, nuk kanë çfarë flasën, sa ai vetëm ofendon, të dhunon, do të vrasë, për çfarë do flasën? Kur ai për çfarë të flasë? Ai të kërcënon? Po, më ka kërcënuar. Edhe kur ishte në shtëpi donte të më vriste, i kam shpëtuar, domethënë, mrekulli. E dashur Viola, më lejon të pyes si e njohur me Ervinin? Më ka njojtur, nuk jam njohur. Ka qenë me blesëri. Mund të ma tregosh si histori, domethënë para sa vitesh e njohur? Jam njojtur në mars 2018, plisnin pastaj. Pastaj kemi bërë një fejes të vogël dhe kam vajtur në 2021, në 15 mars në shtëpia atje dhe kam erdhur në datën 16 korrik 2021 në shtëpinë time që u nda. Pastaj divorci na hapi në tetor 2021. Ai duke ja kërkuar unë. Dhe pastaj seancën e parë kemi bërë në 23 dhjetor dhe në seancën e dytë jemi ndarë në 8 prill 2022. Por pas ke qëndruar shumë pak kohë e martuar. Më rrimin, duke qenë shtatzar, më mbyllnin, ish vjera më mbylli. Por nga 2018 deri në vitin 2021 që ti u njohe dhe kishe kontakte, flisje, si e kishe raportin me Ervinin? Në fillim fare mirë, domethënë edhe i thosha në sy, më dukesh si bipolar, se kur sillesh mirë, që të shikoj njëri thotë që Viola çfarë do ti sa mirë sille, ndërsa kur shndrohesh me njëri tjetër. Pse ka pasur probleme? Po më dushej që kishte. Por si son specialiste dhe kupton unë. Por gjithsesi ti vendose të fejoshe dhe të martoheshe me të. Gabimi të merin, edhe po e përjetoj tani po e bëj. Sa muaj qëndruat bashkë martesë? Martesa vetëm kaq, sa i bie 4 muaj, që nga 15 mars 2021 deri në 16 korrik 2021. E dashur Viola, kur vajte nusta që ditën e parë, mund të më tregosh jetesën që bëre në shtëpinë e Ervinit? Po ditët e para mirë, pastaj fillova zën ka çukur pa i lindur fëmijën. Por për çfarë filluan debatet e para mes teje dhe atit? Po i ngrishin nervat, mos dil,
mos bëj. Ishte xheloz ndaj teje? Ndime nga më të ndryshme, s'do shkosh në punë. Më ka rarë edhe në rrugë, në bulevardin Mingjeni, po kamerat nuk i gjej dot. Edhe atje në hyrjen e pallatit më ka goditur. Ishte një kamerë, po nuk e dia funksiononte në ashesor edhe në hyrjen e pallatit. Ti ke jetuar në Tiranë ato kohë apo në Korçë kur je martuar? Në Tiranë. Ke jetuar në Tiranë, në kryeqytet. Por ti ke jetuar vetëm me Ervinin apo edhe me njerëzit e shtëpisë? Me tjenë dhe me tjenë. Por ata si reagonin? Jati i foli, kur unë në fillim s'regoja, pasaj kur qava, që më goditi me grusht. Jati i foli shumë. Tha më falë, ty pas asaj e jema, më tha mua u bere ti, tha ke bërë 2 trajnime dhune dhe i kthesh djalitimi së rejtë, qarë të gjeti. Ikë më tha ma qroj, o shpia ime këtu. Dhe i pas e mori krah, më tha mua, shko sa mirë të bërë. I tha shumë po ti desh pa kërkove fat. Jo po, Viola është e çmendur se ka kaluar postpartum, kështu është, ne ja falim. Pra, në një farë mënyre, edhe vjera nuk të ka dashur, nuk të ka mbështetur. Ajo, bënte më keq. Raportin me të e ke patur shumë të keq? Jo, në fillim ishte i mirë, raportin. Por, çfarë ndodhi që u kris kjo marrëdhënie? Që unë ju kundërvura, nuk i thash do të denoncoj, do të fut në burg, me këto që po bën atje ke vendin. U bere ti tha të na kërcënoshën edhe ta futësh djalin tim në burg se të gjojtë një shpullë. Po në fakt nuk ishte një shpullë, se dhe shpulla është dhunë, por ai të ka dhënë disa shpulla, të ka dhënuar disa herë. Po, më mirë idhu vetë, më tha mua, më sot fluturor do të hedh nga balkoni. Të tha Vjera do të hedh nga balkoni? Ish burri, Ervini. Ti më tregove një moment që ai ka dashur të tentojë dhe të më vrasi, por më shpëtuan. Por atë ditë çfarë ndodhi? Atë ditë vetëm fola me mamin në telefon. Nuk ju kisha thënë gjë as vëllezër. Ndalemi pak këtu. Në momentin Viola që ti u përballe me dhunën ndaj Ervinit, i cili të dhunonte, të keq trajtonte, ndërkohë dhe Vjera ishte palë me të birin, pse nuk kishte kërkuar ndihmë te familja jote? Çfarë ndihmë të kërkoja te familja? I thash mamit, tha mos rri as një sekond ajte, jo prit thër. Nuk kur e prjeton dhunën gjendje nuk është aq e lehtë. Jo, unë e kuptoj, por ndihma më e madhe është ajo që të ka thënë nëna. Mos rri as një sekond, hajde në shtëpi. Edhe vllai i vogël kur e ka marrë vesh, më tha mua pse s'më ke thënë se do të merrja në minutë. Po kisha një foshnjë të vogël, nuk mendonja çdo gjë. Pastaj kërkonte falje. Por raportin tënd intim me atë si e kishe? Pra, ai i bënte të gjitha ato veprime se kishte probleme me anën psikologjike apo edhe nuk të donte? Po, ndoshta s'më donte, nuk e di. Nuk mund të flas, po më duke edhe i thash, më duke që thash unë, ose ai vjen thash me një terapi për çifte. Ama thash mos gënjej, thuaj këto që bën ti, edhe këto që bëj unë, të vërtetat, jo. Po, një praktik shumë e mirë për të gjitha çiftet që kanë probleme, që hasin probleme. Ja kërkove të shkoni, të bëni një terapi. Dhe çfarë të tha? Nuk, ti e budalaç, ti s'mbush mirë, çfarë ke këtë që thua. Ofendime, nuk dua të flas fjalë. Nuk ka arritur dot të kuptoj. Ti more nënën tënde në telefon që ai ka tentuar do marr babin tëm sa në Greqi që të vijë, të marrë, sa të mbaj dot më kështu. Edi familja ime pastaj në Tiranë, unë sa kisha lindur 5 ditë. Se gjatë kohës që ti ke qenë shtatzën, ata janë sjellë kështu me ty dhe ai të ka dhunuar kur ti ke qenë shtatzën? Po. E rënd kjo. Dhe ishte ai që kërkoi ndarjen, që të largohesh ti nga ai. Po. Pastaj në gjyq tha kjo i kuvet se përzeva. E dashur Viola, çfarë ndodhi konkretisht atë ditë? E tha babi që çfarë problemi ka, më thoni si është.
Dhe filluan, ai vetëm shante, kjo më vuri zjarin, kjo këshuore, çfarë të ka bërë Viola? I tha që ta di dhe unë si ta vuri zjarin, tha të mori shkrepsen e të vuri zjarin. Ma thua, që dhe unë ta di, jo ti rje e çupën e thua i rite buri, se këtu e ke, këtu do vdesësh, u le kokën, çfarë i ke këto. Pastaj babi u smur atje, u bën shumë keq. Ai vetëm shante. I tha babi, unë e shikoj, tha, në syrin tim, tha, si shane, si bene, si kërcënon, jo me kur është Viola vetë, çfarë mund të bëj një grua, një trup me një foshnjë që sapo ka lindur, 5 ditë. Ai nuk ndryshoi as kur ju u bët prindër. Një u bë më keq. Por Viola, Mua mere këte, tha, me ke bërë, ai se po ta jap dhurat pasaj, tha. Vetëm të zhdu, shtëpia ime nga jeta ime, nuk e dua, tha. Tani na bëhet baba. pse ai kur ti sollën një djalin e mohoi? Po, e mohoi. Ato 10 ditët e para fillovi, pasaj mohoi, po. Por pse ai nuk e mori asnjëherë në krah djalin e tij kur ti dole nga spitali? Mori. Unë kam dalë me virën me kunatën, sa as erdhi fare, dhe atë ditë desh vdiqa, kur isha për të lindur, më çovi vllai në orën 2 të natës se nuk më çoni. Madje edhe në spital janë zen, e di dhe që spitali, mund edhe të thonë, pasi se nuk e di, mund të kem frikë ose janë zen, se nuk po lind nusja, desh më vdiqën atje. Me kë janë zënë në spital? Me ata të spitalit. Por pse? Se s'po lind. Po, se ashtu janë. Do vi një moment do i dali fytyra e vërtet, edhe pse sillen kështu si. Por, zonë. kur ti dole nga spitali, ai kërkoi që pas zënkave që kishe që djali nuk është i imi, do ta bëj dhurat dhe ik të tha. Po kishin kaluar ca ditë. Disa ditë pas lindjes. E dashu Viola, por kur ai ishte i qetë? Kur ishte i qetë, mirë fliste. Po, qetësia që zgjaste. Jo, e kuptoj, dhe pasaj kthehesh sërish me nerva dhe të ofendonte, dhe këto janë të rënda, por kur ishte i qetë, nuk flisje me të që pse sillesh kështu? Të tregonte një arsye pse sillej, pse ndryshonte, sa ai ndryshonte nga momenti në moment. Unë lek se kishte një euro, loto, Eurosport çfarë ishin. Edhe kam pasur shumë lek ndërduar, tani që më duhen që krijova familja, unë s'kam asnjë lek, ri me lekët e mamas, nuk kam lek të ble cigare, vetëm atë mendonte. Ndoshta ai kishte kaluar, më kishte hungur, ku di, nuk e di, thjesht me fjalët e tij se kam. Por pse nuk punonte? Ka bërë, jo nuk punonte fare, s'kishte punuar kur, vetëm e loto ishte madh, se mbanin prindrit. Dhe më vonë pasaj ato muajt e fundit, e ndihmovi një kushëri e mori kështu me zor se as punonte. E mbanin prindrit, nuk ka punuar asnjëherë. Edhe kjo mas më duket normale, por gjithsesi është zgjedhja e tij për të jetuar ashtu dhe janë prindrit të cilët duan të jetojnë ashtu. Por ditën që ai mori babain tënd telefon, ty të erdhën prindrit dhe të morën? Jo, ai nuk e mori babin në telefon. Babi erdhi sepse erdhi nga Greqia, s'më kishin parë akoma, domethënë. Edhe ishte bërgjysh mbi të gjitha. Edhe në tërgëzim, po. Pastaj s'donin të më linin. Domethënë po bënin kështu edhe ta mbajmë, jo është se e kuptuan që domethënë babi nuk më rau, po më mbështeti, se tha çfarë ka bërë dhe unë t'i them 2 fjalë. Po ta thanë ri e bëj. Edhe kuptuan pastaj që babi ishte mbështetje familja. I than babit tënd që të rrinte ty? Po. Më kjo është skandal. Për skandal. Po për çfarë të rrinte babi ty? Eva burit. Të mërshme. Dhe çfarë ndodhi atë ditë kur babait erdhi në shtëpi? Kur erdhën atje, u zun dhe atje thërisnin i zhvjera njerë çfarë s'toshte, si e mbroni ju, ne si kemi bërë gjë, se ka raure. Ku e ke parti, tha babi, ti gjatë gjithë kohës me ata ke qenë? Ku e di ti? Mirë në syrin tënë, tha, po leqë dhe në syta atyre, sillesha. Pasa ikëm, ne zonin të më lines, jo është më t'i keq, jo kështu. Ti atë ditë vendose të ikje me babain dhe mos ktheshe më në atë shtëpi ti jepje fund asaj martese, që zgjati vetëm 4 muaj. Po, u ktheve në shtëpinë tënde dhe çfarë ndodhi më pas? Nuk morën fare në telefon.
Unë i rash njerë, babin tha mos e merr me, unë pa pyetur babin i rash telefon, ai tha çfarë do, çfarë ke, vetëm thëriste, kot. Pasaj në gusht, se mbaj më datën fiks, erdhën nga fundi i gushtit, erdhën të 3, bashkë me atë që na kishte njojtur, dhe i tha i zhvjera, po i thoshte mamit dhe babit që ta marrim se është turp, gjynaju ngeli pilaf në shtëpi, se martoni tot se ka një fëmijë. Po janë shumë të rënda, Viola, sigurisht janë shumë të rënda, pra i zhvjera juaj kështu të ka trajtuar, të ngeli pilaf në shtëpi, pse ç'a ishe ti që ajo të trajtonte në këtë lloj forme? E shumë të tjera që tani nuk mundesh t'i thuash, të kuptoj. Po baba juaj babi tha, po ti keni këtë mendje akoma, i tha. Nuk e jap çupën, se kam tha të tepërt. Tashu Viola, ti ishe në moshë madhore, je në moshë madhore. Në momenti që ai erdhi të kërkoj të riktheheshe, ti brenda vetes Jo, sa ai nuk më shkoi, nuk e ti dëshiroje t'i jepje një mundësi apo e kishe ndarë mendjen? Tim kur nuk rikta me thënë që sa erdha isha akoma, kupton, nuk më rijej, sepse më martova, kupton, i doja me shpirt, i respektoja, nuk më rijej, pashtë se imagjino çfarë paradoksi, më kishin bërë gjemën, desh më vrapën, prapë thoja jo ti ke, kupton, në mendjen time, por jo. Ata erdhën të kërkuan, por ti refuzove të ktheheshe. Jo. Pasaj, para, se mbaj menta para, se s'dua të ngatrohem, domethënë, e mori i zhvjeri babin tim në telefon, e i tha për atër të nipit, nip unë tha, të bashkohen, mirë i tha babi, po unë kam disa kushte, tha, që mos jetoj me juve. Gjere i tha si do t'i bëni, le të punojnë të dy, le të çajnë, të marrin shtëpi më vete, edhe zua t'i ndryni, tha sidomos, Vjera. Mirë, tha, do shikojmë, vajti babi e takovi në Tiranë, bashkë me vllajin, erdhi dhe i zhbuli me zhvjerin, edhe i zhvjeri u tall me babin, i tha në kafe, e ka ndarë mendjen djalim, tha se merr me, tha, atë vajzën tënde. Sa vaj, po për çfarë më thire këtu, tha, të tallesh me mua, tha, unë 60 vjet burr, gjysh. Jo, tha, po e ka ndarë mendjen me kohë, tha, kot, e qeshni. Ai pra fillovi shante vend. E i ku babi. Pastaj, kur e takonte djalin, vinte këtu në balkonin në shtëpia ime. E më thoshte mua Viola hajde se do të trajtoj si princesha, kur asgjë s'ka ndodhur, t'jarojmë të gjitha. I kitha mami se nuk, po atje bëra shumë gabim, sepse ishin vetëm ne me mami dhe me djali, dhe ai nuk ikte, sepse e dinte se i kisha në Greqi të gjithë vëllezërit edhe babaj, edhe si nuk e denoncova. Sepse ishim me kupton, po na dhunonte psikologjikisht, mami thoshte ik nga shtëpia, se nuk do vajza, ai nuk ikte, jo, prit do t'i lutem, e kupton, nuk. Nga i moment, ti nuk e folur asnjëherë më me të, në kuptimin për marrëdhënien tënde dhe me atë që... Jo, vetëm i shikoj atje, m'japin ankth, m'japin stres, tani, në vendim gjykate ka babai, edhe i kam thënë për mbarueses. Apo zbaton vendimin e gjykatës, okay, le ta marrë djalin, le ta mbaj në shtëpi, si e ka me vendim gjykate, le ta çoj në park ku të doj. Por aman, unë nuk dua t'i shikoj prindrit e atij. Nuk e kam për detyrë, këto nuk jam e detyrueshme sepse nuk është në vendim gjykate. Unë tani vetëm për mbarim i shikoj ata, bëjnë si kështu më qeshin, më bëjnë mimika e gjëra, sepse e din çfarë kanë bërë e vërtetë, thash, unë e di vetëm sot të vërtetën, se do dalë një moment, do vi dita ime që të faktohen të gjitha. Pse më detyroj te zyra e përmbarimit vjen edhe i zhvjeri dhe i zhvjera, gjyshi dhe gjyshi. Në fillim e shkruan të ai, sa e s'di të shkruaj, është analfabet, as i merret vesh shkrimi fare. I thash, pse e shkruan i zhvjeri? Ç'pun ka ai ta shkruaj, thash, proces verbali. S'është babai ai, thash, ta shkruaj Erdhini. Pastaj me zorë ri 1 orë e gjysmë me djalin atje në krah, në të ftohtë në të nxehtë, derisa shkruan ai se nuk shkruan dot. E po tani Ndërkohë, gjatë kësaj kohe që i ndarë 3 vite, i zhvjerat kanë telefonuar, gjithnjë për djalin e kanë fjalën. Jo. Në fillim ja japnja telefonin, s'flisja fare, ja japnja djalin, pa ai thosh që thjesht e shikonte kështu. Me kamerë që të merrni.
po, gjithmonë japja 3 herë në ditë, sa herë të mete në ditë japja telefonin, edhe shikonte. Pasaj, po fillovi të kërcënonte nëpërmjet telefonit, më tha mua, mbajeni mirë se do ju djeg të gjithëve si mitë. I tha babi, dal, unë s'doja t'i tregoja babi se do fillonte prap. Tha, babi si tha? I thash në asgjë, nuk tha asgjë, mori prap, më tha prap. I tha babi, ore djalë, do rish mirë, tha ti, apo shiko djalin edhe, ore majmuni, tha babi ti, se të vrava fare. Kjo nuk është normale, unë besoj që... Nuk pova numrin në diçka e tillë, nuk... Kjo lloj sjellje që bën ish bashorti juaj Ervini me ju e dashur Viola, me babain tuaj nuk është një sjellje normale. Ai, nuk e di, dua, domethënë të bëhet, të paktën të mbroj djalin, se do mas mori djalin, t'i bëhet një vlerësim psikologjik, ku di unë, për mua, unë i kam thënë në sy, ti nuk je mirë nga truti, kam thënë. A vizitohesh, nuk më tregonte, nuk e di, a pinte ilaçe. Por këtë gjë e ke diskutuar ndonjëherë me ish vjerrin, ndoshta me atë i ke patur marrëdhëniet më të mira. Ai që ata janë njësoj. Më është përgjëruar, më ka thënë që Viola po i ke ti, unë do vdes, të lutem, mos e shkatro familjen. Ata ashtu janë të dy, nuk e ulin undën. Ai fliste, pastaj u bë palë me ata, se kupton, sa ma unë vaj për mur ta kisha djalin, tha se si mendove ti do ta ithnia poshtë djalin, tha do deklaronja tha për ty. Ti tha je vajzë zgjuar, si e mendove këtë, tha si u gënjeve. Po kunata kunetër ke patur? Ishte vetëm me motra, jetonte në Bullgari, i fliste, pastaj në momentin që ndodhi kjo, u zhduk fare. Se e din çfarë djali kanë edhe. Por vetë djali e dashur Viola çfarë të thotë, se besoj është një moment shumë delikat në jetën tënde që ti duhet i flasësh dhe për figurën e babait, dhe pse ai nuk e njeh, dhe pse nuk do ta takoj. Kupton emocionet ai. Pasi sa takove babin, ai nuk ndjet mirë. Edhe atëherë sa herë që iknim në Korçë me makinë ose me autobus, vetëm vinte kështu i eshtur, nuk më fliste, se e dinte që do vinin aty. Madje kur vajte edhe një natë në kushërira, më ftovi për ta, të dilnim, e më thoshte ma qante, nuk dua të ri këtu, thoshte se kush e di çfarë mendonte, kishte frikë që ishte me mua. Edhe u çuditë kushërira, tha, çfarë ka djali, nuk duam, tha, ma ndenjëm këtu, tha, dolem në Londra, pidhëm kafe, ajte në shtëpinë tonë. Flema atje, nuk dua të ri këtu. Edhe në 12 natët nuk flinte. Hajde dikim në kaj, mami, se s'po vjen autobusi. Por kur bie muhabeti dhe i flet për babain? E ndryshon. Ai thot që mami është e keqe. E ndryshon muhabetin, e kupton dhe ai që ka diçka, e kupton, është tension. Por te zyra e përmbarimit, kur djalin e kanë marrë në pyetje, unë besoj që djali i ka thonë çfarë i ka thënë babai për ty. Kur ka ardhur ajo punonjësja. Nuk kanë bërë asgjë. E kur ju kam thënë, i kam dërguar video, po fëmija është, tha, s'do, fëmija gënjehet me një lodër me... Po patjetër që fëmija mund të gënjehet me një lodër, sa të krijohet ajo atashimi mes ti dhe babait, por babai nuk do t'i flasi kur keq për nënën. Edhe pse ti ke këtë lloj konflikti me ish partnerin tënd, unë besoj që si ke folur ndonjëherë keq për figurën e babait, sepse do bëje gabimi më të madh nëse do i flisje djalit keq për babain e tij. Ja, unë thjesht mendoj, domethënë kur tritet e pak, si doja sqaroj gjithë këto tmerre, ndjem keq unë. Domethënë dua ta mbroj, por them në të njëjtën moment nuk dua ta, domethënë ti je më shkaktarja që të ndihet ai keq ose domethënë ti je fajtore që i zgjodha një baba të atill, se unë e kam fajin. Që e çova deri në këtë pikë gjën. Duhet kisha marrë vendim. E në fakt nuk është faji jot. Ishte fati jot jo i mirë që ndodhi e gjithë kjo histori, por duket ti je një grua, një nën e fortë që ja ke dalë dhe do t'ja dalësh patjetër. Unë do ja dal, po dua të jetë shëndeti i djalit mirë, sepse ai tani po mori trauma. Edhe këtu ke të drejtë për këtë pjesë, nda jemi të dyja në këtë live për ta denoncuar e dashur Viola dhe më së shumti zyrën përmbarimore të qytetit të Korçës, e cila ka reaguar në këtë lloj forme ndaj teje dhe mbi të gjitha ka vendosur një gjob dhe nuk ka marrë masa për një fëmijë 3 vjeç i cili ka një sjellje jo të mirë kur përballet me babain dhe nuk ka një psikolog për ta trajtuar gjithë të situatë dhe këtë çështje me djalin tënd 3 vjeçar i cili është i pafajshëm në gjithë të histori. Hajde një nesër, ose të shtunë, ose nesër, pse duhet vete nesër unë?
kur unë e kam të shtunën. Tani, ditën e premte, unë jam në punë. Pse duhet të shqetësohem unë? Ai në 12 tha, ai e ka ta marri 2 javët e fundit të gushtit. Pse nuk eli të shtunën e parë dhe mua s'më dhan asnjë sqarim? Gjithmonë kur nuk vinë ata, kanë arsye, unë s'marr vesh. Nuk më lajmërojnë. E kupton që se unë duhet t'i tregoj arsye, duhet të marr raporte. Tani os mund të marr raporte se pse më dhem gryka ose jam më dhem koka, s'mund të marr sa raporte. Kur e ka takimin e radhës babai me djalin? Tani e ka dhe të shtunën e parë nuk më kontaktuan fare. Më vjen shkresa, e lexoj shkresën dhe më thoshte në orën 12 nesër të premten, unë jam në punë. Pse duhet vete unë tani atje në kosh, me çfarë të vete? S'kam lekun të vete. Është problemi jo sa zgjidhe, s'më intereson. Po se kam të premten, unë kam të shtunën. Po pra. Se tirat e parë nuk është një vendim gjykate, Po. Ne urdhërojmë se zyrë përmbarimore, me që djali qanë atje dhe nuk vjen, nuk bëhet do takimit të vish ti aty. Po tani kam 2 vjet. Në fillim thanë sa ta atashoj. Po tani po bën gjithë këto kohë, akoma s'është atashuar, s'është problemi im se ai s'di ta atashoj, të krijoj një lidhje me një afrimitet me të birin. Pra ai tani ka nga vendimi i gjykatës ta marrë 2 javë të fundit djalin, ta mbajnë në shtëpinë e vet. Po. Djalit ja ke thënë këtë gjë, e ke përgatitur, pra ai se unë nuk dua, thot ai gjithmonë. E kam bërë dhe video që e kam pyetur. Thjesht në zyrat përmbarimit e marrin ato se merr fare babai, as nuk afrohet. E futin atje në zyrin, mbyllin dhe derën, ai kërkon mamin. Thoshte përmbaruesja, "Ti kërkovi fare, po mja, as të përmend." Po si mund t'i thuash një nene kështu? Ç'është kjo një thosh një 3 vjet as të përmendi, tërë përbuzje. Po ç'është kjo sjellje e këtyre punonjësve ndaj teje kështu? Po si mundet një fëmijë 3 vjeç t'ja shkëpusin nënës, ta fosin në zyrë vetëm? Dhe ti më thuaj që nuk është prania e psikologut në mënyrë absolute aty. Jo, janë procese verbale. Flasin dokumente. E tash Viola, unë duaj një mesazh për ish bashortin tënd. Ndoshta nuk e gjetur asnjëherë guximin, ta marrësh telefon, t'ia sqarosh, t'ia thuash disa gjëra. Konsumove një martesë shumë të shkurtër, 4 muaj martesë që sot po vuan ende më shumë me gjithë to që po të ndodhin. Duaj një mesazh t'ia përcjellësh babait fëmijës tënd. Të m'japi prokurën e djalit. Nuk ma jep prokurën tave. S'të leun të martohesh e t'ikësh ku do vesh. Është e drejta ime. Zgjedh unë ku t'iki. Unë nuk iki pa djalin. Unë jam nuk pa djalin si mund t'iki. Do krijoj jetën time edhe në mirëqenien e djalit, e para interesin i lartë i fëmijës, se po s'qa ai mirë, por ama unë e dua prokurën, është e drejta ime. Ik merre me gjysh ton përmbaruese. Po tani unë gjyshin e di, po unë po them pse ta marr me gjysh kur jemi njerëz edhe ta japi në mënyrë normale. E qartë. Pra ti kërkon një prokurë nëse do të lëvizësh që ai ta japi të drejtë, por ai nuk pranon. Kam kërkuar me 100 herë nuk. Dhe motivi është që ai nuk do që djali të dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Ai s'mendon fare për djalin, ai mendon vetëm që unë t'jem keq edhe që më bllokoj mua në çdo situatë. Dhe kjo është mendon të vdis edhe përkundra se jam një mirë më mirë. Po nuk më lerat. Të Viola, unë të uroj më të mirat e kësaj jete, padyshim që ti e re dhe të vazhdosh jetën tënde për post që të ndodhi, nuk ja se para se fundi që e divorcuar. Kur një gjë nuk shkon më mirë jepi fund se sa ta mbash me dhunë. Uroj më të mirat për ty, uroj dhe shpresoj që Ervini ta dëgjoj këtë live që ishim të dyja së bashku dhe të reagoj dhe të ndërgjegjësohet. Nëse ai vërtet e do atë fëmijë, nuk duhet të dëmtoj nënën e fëmijës. Nëse ti jeton mirë dhe je i lumtur, automatikisht është dhe djali jot i lumtur. E pa i thënë unë asnjë gjë, mami pse je mërzitur, pse mba ndorën kështu ti, mas ki më rap, thot mua, që është 3 vjeç. Dhe nëse fëmia është i lumtur, do jetë i lumtur dhe Ervini, sepse dy prindër kërkojnë mirëqenien dhe gjendjen e fëmijës së tyre. Kështu që uroj dhe shpresoj që Ervini, nëna Ervinit, familjarët e tij të ndërgjegjësohen dhe të bëjnë më të mirën për djalin 3 vjeçar, sepse nuk është kjo mënyra, është mënyra e shqiptarit kjo që godasin ishin nëpërmjet fëmijës së vogël dhe kjo është shumë e dëmshme për fëmijën. Të godasësh ish bashkëshorten apo ish bashkëshortin duke përdorur fëmijën e vogël
është e frikshme, e dhimbshme dhe nuk e kuptoni se sa dëm i bën atij fëmijë. Uroj që Ervini të reagoj pozitivisht tashmë për fëmijën e tij dhe me ty, padyshim. Ju gjithë jetën do t'ju lidhi bashk fëmia. Gjithë jetën. Do apo nuk do ti me Ervini do kesh kontakte gjithë jetën për hir të djalit. Edhe Ervini do apo s'do me ty do ketë kontakte gjithë jetën për hir të atij fëmije. Por uroj që këtë live ta ndjekje edhe zyra përmbarimore në qytetin e Korçës. Unë të premtova Viola që do t'i kontaktoj, sepse e gjithë kjo që ti më tregove është një skandal. E përjetoj sa herë që takon djalin jemi bërë me frikë. Edhe shkresa më dërgojnë, një, dy dhe më dërgojnë shkresa, sa e din që më vinë atje në puna, e që të më ndihem unë keq para kolegëve dhe një, dy, pse më dërgojnë shkresa, dhe është më mbyta me shkresa. Kemi si rregull. Po ti e ke numrin tim, telefoni, pastaj s'është nevoja fare, i thash, më le të vi babai kur të doj në shtëpinë time, siç e ka vendimin, ta marrë dhe kur ka tashin dhe kur djali i ri ka. Le të vi atëherë. Unë se ndaloj, siç e kam nxjerr, do ta nxjerr. E qartë, e kuptoj. Dhe e mbyllim të dyja së bashku këtë live, nëse Ervini do më kontaktoj dhe kërkon dhe ai të hyni një live me mua dhe t'japi versionin, patjetër që do të njoftoj dhe ty Viola. Okej. Mirë, të falenderoj dhe u boft më e mira për ty dhe për djalin tënd. Të përqafoje dashur Viola. Dhe e kam fejuar Elën. Mbesa nuk ishte dakord, por nuk ma thoshte mua që unë kam të dashur. Ky vajti shkruajti në Facebook. I dashuri, edhe ai e mdau, më ra në dorë, që të martoja prapë Mbesën ta fejoja. Në moment që ne kemi bërë fejesën, ai na ka shmendur 4 vjet odeta, edhe vjet në gusht na i la. Ai Andri me të drejtë. Çfarë do kuptoj mua? Çfarë kërkon më nga ajo? Ai pasaj vetëm shan, unë do ta vras, unë do ta guaj lekë dhe atë do ta heq qafe. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë live pikërisht në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dugme Mandro. Për të qenë pjesë e videove të mia, mund të pikoni poshtë kjo fotoja ime. Mirë, ditën e sotme ne do shkojmë në Greqi, unë do habitaren për një zonjë, ai quhet Beta, e cila do denoncoj një rast, një ngjarje të rëndë për mbesën e saj, e cila edhe pse është bërë nën, është e martuar, dashuron burrin që ka, kërcënohet nga një person që dikur ajo e ka njohur në vendlindjen e saj. Por se çfarë ka ndodhur do të jetë pikërisht zonja Beta, e cila do e rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Beta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Ne folëm dje mbrëm të dyja bashk, po pak folëm dhe më thej që dua të flas patjetër me ty se kam një histori. Unë kam një besë se kam rritur vetë. Të motrës, Të besën e kam rritur vetë. të djalë, të motrës. mbesën, vajzën e motrës. Emanuela. Po. Emanuela Mertan. Kjo e Rita erdha në Greqi, unë pasaj që fillova jetën këtu, e lash në klasë të 4, iku tek e jema mirë. Atje e merrte e jema që punonte te çantat, na njohit me një djalë. Por të bëj një pyetje përpara se të më vazhdosh historinë, pse e ke rritur ti mbesën, edhe nuk e ka rritur nëna e vet? E kam rritur unë sepse motra ime ishte me 3 kunata brenda dhe ajo e lindi mbas 5 vjetëve dhe nuk donte që t'i qellonte njëri asaj fëmijë. Për të shmangur shere në familje, e kuptova. Në familje e kam marrë unë, se ishe 3 kunata me një banjo edhe vjera dhe vjeri, 2 kunate të pamartuar. E qartë, dhe vendose të arrisje ti mbesën. E Rita, unë isha në shtëpi atje me mami, me babi, me vllai, me shumë të mira, vinte motra se ishte në kuçove martuar. Kur isha në Greqi, unë nuk e di, ajo ishte lidhur me një djalë. Sa vjeç është mbesa? Tani mbesa është 30, po atëherë ishte shumë e vogël. Atëherë merrte jema në pushimet verore tek çantat, në një firmë italiane. Në Greqi? Jo në Greqi, këta jam në Shqipëri, unë jam në Greqi vetëm. E qartë, po? Edhe në 2016 unë kam dhënë 11 vjet pa ardhur në Shqipëri, 11 vjet pa letra këtu në Greqi. Në 2015 më vdes burri, mua më la me 2 fëmijë. O, ngushëllime. 2 pinjar kam. Edhe në 2016 më bëj letra dhe vi në Shqipëri. Po?
Në 2016 nuk e di se sa vjeç, sa i bie. Çupa ka qenë, Ela ka qenë 2016 nuk kur ka marrë në gusht, ka marrë letra dhe ka majtu dhe e kam fejuar Elën. Mbesën. Mbesën. Kemi qenë në një dansë, na pëlqyen atje Mbesën, edhe e fejuar. Por Mbesa ishte dakord? Mbesa nuk ishte dakord, por nuk ma thoshte mua që unë kam të dashur. Do me thënë, Mbesa ka pasur të dashur dhe ju e prezentuat me një person tjetër, e fejuat me një person tjetër. Po, më tha mua më të dënuar, por nuk e dini. Me gjitha të u fejua, ky vajti i shkruajti tani, i shkruajti në Facebook. I dashuri. I dashuri, edhe ai e ndau pa e bërë të bisedë shumë të ashu, e ndau. Edhe nuk e morën vesh, por se ishim dhe vesh për shni, por i kishte thënë motrës të mesme të Emanuelës, që e di dhe ajo se për qa ndam. Por pse i fejuari që do ikni në Itali zbuloi mesazhin që i kishte dërguar i dashuri? Po. Ai nuk është njeri. Megjithatë, vjen prap, ndahet ande nga Italia dhe vjen këtu edhe i thot ai pasaj e merr ashtu, ti nuk të merr njerie, ti e ndar, ti quhesh llapën nga më të ndyrat. I fejuari. E më thot motra mu. Jo i fejuari nuk bëri asnjë gjë. E ndan edhe pik. E qartë, po. Ndan, i thot ky tani, ky nga Kuçova. I dashur. Ky ishte edhe nga Kuçova. Mariglen Gani Gjata. Quhet personi që filloi le të themi ti thoshte Mbesës to fjalë. Po? Ti thoshte to fjalë edhe i thoshte lloj llafesh, i thoshte shumë llafe. Kësaj të kjo u tren, nuk do më marrë njeri. Edhe i tha motra, më tha motra mori kështu, më thot mua. Po, edhe i thuaj Elës, që ai nëse do të vinë në shtëpi, të kërkoj. Po. Në moment që tha unë dua të vinë në shtëpi, po ju nuk doni. Pastaj kur i thash moj, po ti thoj kështu, që të vini, kush do të jetë, le të vinë në shtëpi, të trokasin në derë, se ne jemi një familje ndershme, nuk duam. E thashtë ai pastaj jo mamaja, jo babai. Nuk ashtu. Kurse e buri motrës time vajti kapi tjatin. Të këtij djalit, Mariglenit, po? Të këtij djalit. Kështu tha. Edhe ti nuk di gjeta, do marr ateta, do marr çuni dhe do t'i them. Unë tha pse piu një kafe me mua, ajo tha do të më ngeci mua. Po mirë, sa kohë kishte Mbesa juaj që kishte marrëdhënie me këtë djalë? Shumë kohë. Tani kaluan shumë kohë, shumë vite. Dhe mua më ra në dorë që të martoja prapë Mbesën ta fejoja. Unë për atë jam duke, të më kërkojnë vesh që unë ja jap, vetëm ajo të jetë mirë. Të besoj, e ke arritur vetë. E dashur Beta, në momentin që ti erdhi koha për ta fejuar Mbesën sërish për herë të dytë, ajo mbante marrëdhënie Mbesa me djalin në fjalë? Po. Ata kanë qenë ne nuk e dim. E dashur Beta, por kur ata duheshin dhe takoheshin fshetas, pse nuk shpallën fejesën bashkë? Po nuk donte ai pra. Ai donte ta mbante vetëm të dashur, e qartë, e kuptova dhe nuk donte ta bënte zyrtare. Tani kjo ne nuk e dinim tani. I thoshte motra ti tuaja. E kishte ndarë motra. Po, e shumë të flasësh ti me atë ku aty si ky nuk ka. Edhe aty pastaj unë vetë vi në Shqipëri. Po. Dhe një nga njerëzit e burrit tim, tu që mbaj kontakte edhe më thot mua, kështu thot, me që mua më ka pëlqyer Ela, thot, dua ta bëj për çunin e motrës time. E qartë. E duan nga ty këtë muhabet. Bajta unë në Shqipëri, unë nuk e dija muhabetin. Ti dije që Mbesa ishte ndarë nga i dashuri. Po. Unë nuk i dija muhabete.
Aty pasaj më vjet mua ajo më thot, unë nuk e dua, thot, se unë dua ftetët, pa ai nuk më do. Moj, je në vete kam frikë, thot, kam shumë frikë, thot. I tashëm, që po bëjmë? I tashëm, unë nuk të filloj me ta i. Me qoftë se ai të do, ju vazhdoni jetën bashkë me atë. Kapi prap kunati, më thot mua, o, beta, thot, më vjen zorë, më thot mua, që unë ta kap prap atë, thot. Jo, ta kishi denoncuar në polici, nëse ky djalë kërcënonte mbesën dhe e mbante peng. Nuk na i thoshte shumë gjëra, nuk na i thoshte, kishte frikë, mbante të fshehë. Po, ai ishte polic kunati, ai ishte polic, tani ka da. Ka qenë polic në Kuçov. Më pas, i thashëm kështu, i thashëm kanë gjetur shumë njëri të mirë, i thashë të duam të fejojnë. Megjithatë i thashun te kunatit, ti shko dhe një kafe t'jatin atit, dhe i thuaj, unë do t'a fejoj qupën. Prandaj, mos të keni probleme, më vonë. Edhe i tha kunati, unë do t'a fejoj dhe ai nuk po e le që mos më fejoj qupa, po pse qupa tere ishte 27 vjeçe. Pse e tha e vogël, është qupa jote, tha, është 27 vjeçe, tha. Aty, Odeta, planon, i thashëm ti fol njerë me fëmijët e mi, me çunin pranon Ela të lidhet me këtë djalin. Me këtë që i bëra unë. Më thot mua, thot bete, thot unë t'ja çdo gjë kështu, thot sa mirë qenë nga që të plasësh kështu. Edhe e pëlqeu. Në moment që ne kemi bërë fejesën, ai na ka shmendur 4 vjet Odeta me Facebook-e të dërgoj mesazhet e atit nuk po gjejmë Berman. Edhe vjet në gusht na i la ai Dendri me të drejtë se u është bërë me të gjithë familje, me të gjithë jeni ata e kanë bërë unë nuk mund të t'i them ato, po do t'i dërgoj tani me çupën dhe tani e ka të hapur. Atë një adresë, mbyll një adresë, atë një adresë, mbyll një adresë. Pra, vajza u fejua me kushurinë e burrit tuaj, u sistemua dhe ky nuk e linte rehat. Të rinte rahat, ai në atë kohë, atëri ja dërgoi mesazhin. Ai burri ja pa dhe ja fshiu, ja pa me numër, e bëri me numër, ai e pa dhe e fshiu se nuk po duronte dot. E tha Ela, tha, nuk ka problem, tha, se ne nuk ja treguam, i tham që ke qenë një refejuar, por nuk ja treguam të muhabetin, Odeta. E qartë, historinë e dashurisë që ka pasur Ela, po. Po. Edhe aty ky na ka bërë deri tani me që ne na ka shkataruar jetën që nuk di ku të vete dhe ku të mbytem. Kapi avokat, kemi kapur avokat në Berat, në prokurori, po na gënjejnë vetëm shtet nuk ka në Shqipëri, vetëm shtet. Ju e denoncuat djalin në fjalë? E denuncua. Po. E denuncua. Se këto janë kërcënime, ai e ka kërcënuar. E ka denuncuar, kunati erdhi goca, Ela, e ka denuncuar dhe ai e morën as 10 minuta dhe doli, më fal për shprehjen, më fal, edhe shkruajti prap. Tha, ja që më bëri mua policia, më ruajti. Edhe policia thot nuk janë fakte këto, më thuaj mua që fakte do policia. Prokuroria. Kemi, nuk e di, vjet e nda qupa, qante me pikë të lotit edhe e vogla, është me një vajzë, mbush 3 vjet, ai nuk ka pushuar dhe tani e ka të hapur atë. Pra, me tezët, me motrën e atit, me tjemën, atë e kam bërë unë, e kam, qa të them, nuk munde, kam vajtur unë kapur të jatin. Por ndalemi pak, Beta, se kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe mua më vika shumë keq dhe më vjen keq për ta meshkuj që bëjnë të lloj veprime, vetëm burra nuk quhen dhe Turp TV ati personi që ka pasur një histori dashurie dhe hakmerret në këtë lloj forme. Më fal, punoni linë për kamera në Tiranë, edhe shteti jonë, po bëra gabimun që votova këtë radhë. Megjithatë nuk ka problem, por vetëm shtet nuk kemi ne në Shqipëri. Ky person nuk është martuar, nuk ka krijuar familjen e vet? Po nuk, ka të gjithë, tani mua nuk më intereson se çka ka. Më thon tani motra më tha që është fejuar. Po ai akoma vazhdon. Ai thot unë po nuk e ndava atë thot. Por sepse ai ka një fiksim, një njeri i çmendur, sa ai po ta donte e merrte për grua, aty e kishte. Po
po të ndahet prap, ajo është shumë mirë atë familje, janë njerëz shumë të mirë, po tani po e shikojnë me një sy të gjithë teze. Por ndalemi pak, Beta, vajza Mbesa u nda me një vajzë të vogël. Unda vjet në gusht, ai erdhi prap e mori Odeta. Po sa herë që shkruan ai prap marrëdhënia e tyre. Dhe un kam prit tani se gjëja ka vajtur atje mos bëna një gjë vetë se ve fëmijës ajo. Por të bëj një pyetje, ti ke folur me Mbesën tënde? Po flas po dhe atje është me virën dhe nuk. Por Mbesa juaj. Benderman tot ajo, Benderman Beta. Po çfarë e thjesht? Ai në çfarë do lloj adrese ti shkruaj, ajo vetëm ti bllokoj. Sa i mund të jeti sëmur. Po ajo nuk ka me, ajo s'ka me. Ajo nuk ka, i ka hequr të gjitha. Ajo i ka hequr, po ky i mori adresat shokëve të burit kësaj. E çmërë. I ka marrë adresat tezeve, i ka nxjerr ai se kur janë. Ku jetojmë neve, edhe në xhungull, ti jetoni neve, edhe në xhungull. Kjo situatë na ka ndodhur neve, edhe nuk e ka prokuroria, sepse çështja është mbyllur, e qartë, e kuptoj. Jo, është 4 vjet çështja. Paguam edhe avokatin, nuk na bëri asgjë. Avokati thotë, ai është budallame, atë do merremi ne pse kjo është përgjigja. Ai po shkruan akoma. Po mirë, nuk keni një njëri nga familja juve të shkoj dhe ta kapi këtë njëri dhe t'ja bëj 8-2, t'i vërca pika mbi i, që t'y lëre haca, ai mund të jetë një sëmur, mund të shkoni te babai i tij, te prindët e tij. Ore o mbrit djalin ose kemi vajtur, ata janë të zbritur nga Tomori. Edhe ata atje të Kuçovës e kanë të njëjtur, janë nga Tomori është ai atje. Edhe si se ka pritur kjo prokurorja një herë ti thotë, se do unë për shkakun do shpruaj do vras, edhe nuk e vrava unë. Tu në Greqi, ai minuti vrau atë, edhe bëri një histori. Po të paktën e gjeti shteti i grek. Po aty në Shqipëri e kemi denoncuar, punati vete i çon ato i marrin e të gjithëve. Tani, kur të vritet çupa mua do bëna një diçka. Tash të shikoj ty shumë natë, deri në 3 të natës. Na 10 herë ato, edhe vetë jam sëmurë me ato probleme që. E dashur Beta, por ju keni takuar njerëz të familjes së djalit? Po, kam majtur unë në Kuçovë, se nuk e besoja punatin. Beta, nuk janë njerëz. Jo, i tash do vetë. E vajta e kam takuar, kam folur këtu, ta gjej policia, po qofse se është ai, të futet brenda. Kjo ishte përgjigje që do dha babai i djalit. Kam folur urdhra? Kjo është përgjigje që do dha babai i djalit. Po shumë ka vajtur njerë kunati i me gjithë atë burin e Manuelës, atje desh uran, në zunë atje desh Evran, por tani ai kunati thot nuk dua asnjë që ta vrasim. Unë i them ti nuk je baba, jam zën tani, ti nuk je baba. Ta vrasësh se vetëm ai nuk ndjen me Odeta. E qartë, por unë e kuptoj, por nuk do të arritur deri në këtë pikë. Tani thot unë jam kam qenë policë vet, do rritem Mbesa, do të thot gjyshi ka qenë në burg. I them këto janë llafe budallalliqe, unë t'i jep unë e vras, edhe i them burgut aku. Jo, unë deri atje ka rejtë, se nuk ka shtet. Jo, mendova njërë të zgjipu. E dashur Beta, unë e kuptoj që jeni shumë të shqetësuar, se është një çështje madhore, siqërisht, e gjithë kjo histori. Po mbyllim bashkë, do t'i them çupës ti të gojë të tëra ato. Por vetë Mbesa si është? Se ajo jeton në Greqi. Është në gjendje shumë të keqe. Çdo që hap ai, çdo gjë që hap, dhe unë isha tek ajo tani, se ka teze këtu ai. Njerëzit e mi, njerëzit e burit e ti. E qartë. Ky djalë ka një teze, e më pa mua ishte qenë Beta atje, qa tha në një gjë ajo, tha? Po dhëndri çfarë thot? Dhëndri zihet, nuk shkoj mirë, ikën në mëngjes, vjen në darkë, ajo çupa e kërkon. Po mirë, nuk e keni do të... Është shumë e keqe. Nuk e keni do të mundur të flisni me dhëndër e t'ja shpjegoni që ai është një sëmur, besoj dhe ai ka kuptuar që një person i sëmur mund t'i bëjë të gjitha këto veprime, se një njeri normal, siç pranon dashurinë, do pranoj dhe ndarje në fund. Dhe ani ai e kupton. Po atë ngritin aty në gusht, ku ka qenë, ka marrë dhurun një ditë nga Greqia, atë e merrën në 2 të natës, dilte na thoi emrin.
Na thoi, se i shkatron, a i gjen adresat e burit, shokët e këtit, nuk i flasin me shokët. Ku ka thot familja ime, mirë u thot ai. Po familja ime tezet, motra e dhëndrit, janë dhjetë e qupa ishte 7-8 vjeçe. Tani çfaj ka familje, çfaj ka njerëz e tjerë, tezet, çfaj kanë? Në qëmë se ai e ka mua, betin e ka me atë. Ai është i sëmur, po tani. Jo, i sëmur, pa dyshim. Po punon ka kameraman, e që para jo në besa tjetër që punon në bank, edhe i punon nga i vetë në përtasma dhe i ti shumë një telefonin. Po neve tani, unë duan një avukata një, që mua të më marrë të qeshe dhe të më mbaroj, jo në operat, aty në Tiranë. Ky person punon operator, punon kameraman për televizione, apo personale me dasmat? Punon dhe me dasmat, por mbesa ime e dyta, e kështë e parë se ajo do jepte, nuk e di që a japim një intervist. Pune, e qartë. Edhe atë dite kështë qenë edhe këj. A i punon të një dhe një me në ka shkatërua të gjithve. Ku të gjej, më thoj, ku të gjej, një drejt, një të... Qa të thërë, nuk e di. A i, jati është bërë keq. Vdes tani, vdes pasaj, gjuna, e jema. Beta, unë e kuptoj që ai ka probleme dhe bën këto lloj veprime prej 4 vitesh një person që të hakmerret në një lloj forme të tillë, unë nuk e kuptoj. Realisht, por sigurisht që është i sëmur, psiqik. Vetëm një psiqik mund t'i bëj këto gjëra. Ti ke mundur dot vetë si teze të flasësh me këtë person? Domethënë, ore çka kërkon ai? Po, kam folur unë, kam marrë me numër, sa i me kështu. Ai më shkruan adresa që unë s'po gjej. Adresa fake, falso. E jo të flasësh ti me atë autori ma, thua i ti. Unë sa i mbylla unë, se unë nuk kam as Facebook e nuk dua. Edhe sa i mbylla me këte, unë i kam thënë qupës. Unë kisha, kam apur vetëm për këte, s'kam as qoka sojqe, po nuk di ta përdor. I kam thënë qupës unë pasaj, ju fut, edhe qa dua i që ka baban tim. Po ne te keni, ka për baban e ati. Edhe ja kemi qua. Ai e kam folur dhe shumë herë kam folur ti, edhe me mesazh që qa do më thoj mua, qa kërkon me nga jo. Ai pasaj vetëm shan, pje vetëm të vjekaj, vetëm nuk digje tjetër. Por ka motra kë, se nën ka, sigurisht. Motra ka ky njeri? Jo, vetëm një vëlla ka. Po me bajneve nuk kemi gjë me vëlla. Ka dhe një vëlla, më të vogël. Dhe sa vjeç është ky person? Nuk e di, nuk jam interesuar sa vjeç jam, po mund t'jerë në mosh, mund t'jerë një vogël, nuk jam interesuar njerë. Më thuaj në një diçka, qa të bëj që do t'a bëj. Unë të këshilloj që të denoncohet në polici. Një mosh kanë të ty, një mosh. Një mosh, e kuptova. E kemi denoncuar në odeta, nuk mund Po patjetër, në momentin që bëhet edhe publike dhe ne do të ndihmojmë nëpërmjet policisë, padyshim që do merren masa për një person që të kërcënon. Të kërcënon në rrjetet sociale dhe nuk të lë të qetë të bësh jetën tënde. Ideja është për mendimin tim Beta duhet patjetër të drejtohesh policisë sërish të bësh denoncim të dytë, nëse për herë të parë policia nuk bëri asgjë dhe çështja u mbyll, ti duhet denoncosh përsëri dhe duhet ta ndiqni këtë çështje dhe ai njeri të marrë dënimin e merituar. E kemi ndjekur, nga Kuqova, unë nuk pres me nga Kuqova. A keni ju... Ata marrin shkollati në Tiranë, që janë të... Nuk e kuptoj që shkon të këta, që japi Facebook e falsë. Mirë, unë do bëj të pamundrën, të premtoj që do bëj të pamundrën për të lidhur me këtë zotri, me Mariglen Gjatën, për të folur dhe për t'i sqaruar se çfarë rrezikon ai me gjithë këto veprime që bën dhe uroj që ai t'i thrasi pak mendjes dhe të rriqet dhe ta lënë besën tënde të qetë. Sa ajo është bërë nën. Unë do ta shpërblej. Jo. Po të bësh ti më të Shpërblimi i madh është një faleminderit, sinqerisht atë kërkoj prej të gjithëve, por ideja është që ai person duhet i thrasi mendjes për të gjitha veprimet që bën, sepse rrezikon burg. Dënohesh me burg. I dërgon tezja të tërë. Tezja. Më mirë ta ndajmë të denonse tani thotë. Po nuk është gjyna tani me një fëmijë. Jo, po shëtmirshme. Ti nxish jetën ish të dashur, sa ajo e martuar me fëmijë, ai vazhdon e përndjek, e kërcënon me mesazhe, kjo është një çmenduri nga ana e tij. Çupa
se unë nuk di. Do t'i bjeri qupa të tëra mesazhe, ti shikosh ti. Do t'i bjeri të tëra qupa, sa kemi tani ne, do t'i bjen të tëra, ti shikosh se ne nuk po mundemi me, na shkatroj jetën. Na shkatroj jetën, sa të do një gjë do bëj. Se të marrë shumë mua qupa, ti iki qupa, do majtë në qafë të voglën. E dashur Beta, nëse do flas me Mariglenin, ke diçka, një mesazh që unë t'ja përcjell atit? Se unë si gazetare, si nën, si grua, kam gjërat e mia për t'i thënë, por diçka nga ty? Unë doja vetëm këtë. Unë tani e kam marrë këtë vendim, e kam lënë atë, se deri tani nuk na ka lënë Ristem Merdanin e i jati qupës. Po tani nuk pyes as Ristemin, unë do ta vras. Do ta guaj lek si bet, do ta vras. Unë e kam marrë shumë për sypër, e di shumë mirë. Unë do ta guaj lek dhe atë do ta heq qafe. Do t'i them të lutem shumë, nuk dua asnjë gjë nga ty. Vetëm ti heqesh dhe ti lësh rahat. Se to do ta vras, do ta bej, unë nuk e le atë, bastard, i thotë fëmijës bastard. Thuhet ajo gjë, bastard. Gjithsesi qetësohu, patjetër që do mbetemi bashkë në kontakt, kështu që më lejo, më jep kohë që të lidhem dhe unë me zotrin, ti shpjegoj disa gjëra dhe do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, dakord? Mirë, Beta, do mbetemi në kontakt. Të përshëndes. Të lutem, do ta shpërblej, të lutem, shumë. E besoj çfarë po përjetoni. Ta ndodhur në një gjendje çik shumë e rëndë. Mirë, okay, do mbetemi në kontakt. Të përqafoj. Po, shumë faleminderit, Zoti të ndihmoft. Mirupafshim Beta. Mirë, e dëgjuam zonjën Beta, e cila tregoi shqetësimin e madh që kishte pikërisht për mbesën që e kishte rritur vetë dhe personi i dashur i saj ku ajo në një moshë fare të vogël e kishte njohur, sot po bëhesh një pengesë e madhe pasi e dërgonte mesazhe kërcënimi, mesazhe nga më të ndryshme në rrjetet sociale, jo vetëm asaj, por edhe bashortit dhe njerëzve të bashkëshortit dhe situata ishte bërë e rëndë në familje. Unë i premtova Betës që do bëj të pamundurën që në këtë live patjetër të lidhem dhe me zotrin që u akuzua me Mariglen Gjatën, kështu që do hap një dritare. Sigurisht ai nuk do të dalë me imazh, kështu që do kemi vetëm zërin e tij, por do të dëgjojmë dhe versionin e Mariglenit, kështu që menjëherë e përshëndes. Përshëndetje, me Mariglen Gjatën flas? Po. Mariglen, po të prezantohem, unë jam Odeta Dume, jam një gazetare nga Report TV. Po. Në fakt, një zonjë me emrin Beta nga Greqia ka bërë një denoncim enkas për ju, pasi ju nuk po e lini rehat mbesën e saj Emanuelën, dhe ajo më tregoi një ngjarje që sinqerisht më erdhi keq kur e dëgjova. Okej. Pse e shqetësoni dhe e kërcënoni një nën që është e martuar dhe po vazhdon jetën e saj? Tani një pyetje kam unë. Jo, përpara se ju të më bëni një pyetje, mund të më ktheni një përgjigje. Dhe pastaj mund të më bëni pyetje sa të doni. Për të marrë përgjigjen e pyetjes tënde, ti duhet të kesh disa fakte që bazohesh që jam unë ai person. Atëherë janë mesazhet e tua, të cilat ke kërcënuar vajzën. Dhe verifikon ti që janë mesazhet e mia, të lutem. Mariglen, të lutem, është bërë një denoncim dhe në policinë në emrin tuaj dhe ti ke pasur një lidhje me vajzën. Tani ti po më akuzon mua për diçka. Jo zotri, unë nuk po të akuzoj. Unë po të pyes. Çfarë po thua ti? Atëherë, ju e njihni Emanuelën? E kam njohur atëherë. Pra, pasi ti e ndar, pse vazhdon ti dërgosh mesazhe? Mariglen, të lutem. Po ju dëgjoj me vëmendje. Pasi e lash unë mbylla çdo kontakt me atë. Edhe pas 2 vitesh, mua më vin disa gjëra nga familja e saj që më thon, "Dua të na lësh rehat." Ndërkohë unë isha në një marrëdhënie me një gocë tjetër. Unë jam ndarë dhe nga ajo sepse ka thënë ajo nuk vazhdoj me ty për shkak të këtyre akuzave. Po them diçka që ka ndodhur realisht tani. Mua më vjen ky lajmërim nga ju tani që po më thoni ju mua që pse vazhdoni bëni këtë gjë. Unë Emanuelën kam mbi 5 vite që nuk flas, as nuk e njoh, as nuk do të di çfarë bër me jetën e saj. Edhe ti vjen tani më merr telefon mua më thua. I dashur Mariglen, ju e keni ndarë nga i fejuari, nga bashorti, nga babai i fëmijës, edhe pse ajo është ribashkuar prapë për shkak të mesazheve që ju i dërgoni jo vetëm asaj, se ajo tashmë i ka mbyllur rrjetet sociale, por burrit të saj, njerëzve të burrit të saj, të cilët janë dëshmi dhe fakte që tezja e saj Beta nga Greqia mi ka dërguar dhe unë i kam parë, kam lexuar me sytë e mi, dhe fjalori që ti ke përdorur është shumë i rënd, i dashur Mariglen.
Të lutem, a mund të më tregosh mua në WhatsApp to screenshot-e çfarë të kanë nisur ty, se jam shumë kurioz të di se çfarë ka shkruar ai personi. Po mirë, Mariglen, në logjikën tënde, një vajzë e martuar që ka fëmijë, ka një burrë në shtëpi, mund të bëjë një denoncim për ish të dashurin? Se mua nuk më duket e logjikshme kjo. Ti fusi bela vetes së vet, të nxjerrë ish të dashurin e saj. Por aq keq, po e shikon kjo zonjë sa kërkon ta bëj publike dhe të denoncoj ty. Jam shumë dakord me këtë gjë. Tani ti mendon se unë një person që e kam lënë unë personalisht sepse nuk më interesonte lidhja me atë, ti mendon se unë do vete ta kërkoj unë përsëri atë gjë? Por edhe e dyshoj në bazë atyre që kam lexuar, edhe dyshoj që ju e bëni. Okej, dyshon. Tani më tregon një fakt që tregon atë që jam unë personalisht Marigleni që po i shkruaj atyre. Zotri, unë desha që të flisja me ty dhe ti ishte edhe beta. Jam shumë dakord. Ti ishte edhe beta. A dëshiron ti që të marrë dhe betën dhe të flasim të tre? Unë nuk e njoh kush është kjo beta, të them të drejtën. Beta është tezja e Manuelës, ajo që të ka denoncuar. Shumë mirë, unë nuk e njoh fare personalisht, as si fytyrë, as si emër, as si kështu. Po pra, ju nuk e njihni dhe unë po ju prezantoj. Është tezja e Manuelës, ajo që ka ngritur shqetësimin e madh, e cila ka bërë një deklaratë shokuese në transmetimin tim për ju. Okej, ka bërë një deklaratë shokuese. Ku i ka provat që jam unë, sepse tani çdo kush mund të hapë diçka, një Facebook, një Instagram, të ofendoj një familje, por kjo do të thotë që është ai personi. Sepse mua më ka dikush i natë dhe përdor emrin tim tani është gjë tjetër. Mariglen, unë vetëm thjesht dua të njoftoj që e gjithë kjo quhet një kërcënim dhe duhet ta kuptosh që përfundon në burg. Unë merr me gazetari. Që jemi koleg. Që jemi koleg bashk. Po pikërisht pra, pa dhe po them unë, personi që po më akuzon ka kaq kohë që mua më ka mbyllur shumë punë, shumë marrëdhënie me klient për shkak të këtyre kërcënimeve, më ka mbyllur shumë gjëra se merrem dhe me dafë, me gjëra kështu dhe më ka pishvaj shumë punë sa nuk e ke ti iden. Tani, unë kam bërë denoncim në polici që kjo gjëja të mbyllet, ta zgjidhin kush është ai personi, këtë dua të bëj dhe unë, por ana e tyre personat e familjes së Emanuelës nuk kanë kërkuar këtë gjë. Ata kur vjen në polici ata vjen të denoncojnë mua, nuk denoncojnë personin që po i shan atje po i ofendon. Pra, ju po deklaroni që është një person i tretë që i bën këto dhe nuk jeni ju. Unë e vetë dorën në zjarr për këtë gjë. Jam shumë i sigurt sepse unë nuk dua të bëj fare me Emanuel, na as duhet ta di se çfarë bën ajo me jetën e saj. Unë kam jetën time, jam i fejuar, tani unë nuk dua t'ia di fare për atë. Ata nuk e besojnë këtë gjë. I dashur Mariglen, më lejon që të marr dhe betën për të folur dhe me betën? Jo, unë nuk flas me një person që nuk e njoh, sepse nuk e di se çfarë fjalësh do të thotë ajo mua, nuk dua të bëj fare me dikë që e njoh. Mariglen, ti nuk pranon që të flasësh me betën me atë zonjë që të ka denoncuar, e cila është plotësisht e bindur që jeni ju që i bëni të gjitha këto mesazhe me adresa falso në Facebook. Zotri, por ajo të njeh se e di shumë që ju keni pasur një marrëdhënie me mbesën e saj dhe sigurisht ajo të njeh. Po fal, po se ju vetëm po një. Dhe prindrit e Manuelës kanë takuar babain tënd, i cili ka ngritur duart lart. Si ka ngritur duart lart? Në një farë mënyre që unë nuk kam dieni për këtë gjë dhe nuk kam çfarë bëj. Po fal, ti gjithë këtu se ti që je pa informuar fare. Jo, unë po të pyes, por ti po dëgjoj pak mua, fare vetë mes familjes tonë, familjes tyre ka pasur konflikte që ti nuk e ke ide fare dhe po flet ka ngritur babin duart lart. Po flet për sa budalliqe që ti nuk e ke. Jo, zotri, unë nuk po flas për budalliqe, por thjesht fakti që ti nuk do të flasësh me zonjën që ka denoncuar, që ti thoj disa gjëra në sy, sa ajo e di më mirë historinë se mua. Mua thjesht ajo më ka bërë denoncimin dhe denoncimi është i rëndë. Më fal, çfarë do zgjidhin fjalët për me edhe asaj? Do zgjidhin gjë? Ka shumë gjëra për të thënë. Ajo dëshiron të thoj disa gjëra aty. Këtu, çfarë do zgjidhin fjalët me dismeda sa këtë do të diu. Nëse unë flas me të çfarë do zgjidhim. Fjala zgjidh shumë gjëra, se jeni dhe gazetar, por fjala thyen dhe shumë gjëra, Mariglen. Nuk kemi për të zgjidhur asgjë, siç nuk kemi zgjidhur bashkë me kur kam takuar bashkëshortin e Emanuelës, bashkë me kunatin e asaj, dhe ata thjesht kanë kërcënuar. Unë e di shumë se çfarë njerëz janë dhe çfarë logjike përdorin ata. Unë kam thënë shumë qartë, jam dakord të bashkëpunojmë për të gjetur të personin i cili ka bërë këto gjëra. Jam i gatshëm për çdo gjë. Ata kanë thënë që ne e dimë që je ti dhe pikë, dhe nuk e kanë zgjatur muhabetin, e ka kaluar çdo gjë fizike pastaj. Të lutem shumë, ti nuk ke as dieni për asgjë, po flet në ajër, Jo, unë nuk kam dieni dhe nuk kam qenë pjesë e lidhjes tuaj dhe sigurisht nuk u njoh të dyve.
Por, unë po të them dhe po të tregoj në këto momente fjalët që ka thënë Tezja, Beta, dhe dua që të më japësh një përgjigje, ti po i mohon të gjitha. Vetëm thjesht, unë dua të tregoj i dashur Mariglen apo i dashur koleg, si do të thërras, që nëse zbulohet që je ti, që zonja në fjalë, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes së burrit të Manuelës kanë fakte që je ti e di shumë mirë se çfarë të pret. Unë vi aty te emisioni jo dhe të përpulem dhe të puth kemë ty qoftë ata... Jo, nuk është nevoja të ulesh në emisionin tim dhe të puthësh këmbët mua, se nuk është ky qëllimi, Mariglen, të lutem. Nuk është ky qëllimi, të lutem tani. Trego pak etik dhe respekt për kolegen tënde. Me që jemi koleg. Nuk është nevoja të më puthësh këmbët mua, nuk ruposh shkojmë në këto nivele, të më puthësh këmbët mua, por thjesht po të them, nëse ti nuk je personi që po i bën keq një nëne, një vajze që e ke dashur përpara disa kohëve dhe je ndar, të gjithë kanë një histori, siç pranojmë dashurinë, pranojmë dhe ndarjen, dhe është e kuptueshme kjo gjë, për respektin e asaj kohe që ke kaluar, duhet të dish se si të sillesh me ishin tënd. Por, nëse nuk je ti, ata njerëz e kanë për detyrim të dalin në transmetim dhe të kërkojnë falje publike ty. Por thjesht për të rikujtoj, nëse je ti dhe kjo gjë do zbulohet se tashmë ka nisur ky denoncim dhe po bëhet dhe publik, ju e dini shumë mirë se çfarë ju pret. Kaq dua të njoftoj. Okej, super. Tani, qoftë kur të dal që ai person nuk jam unë, ti çfarë do bësh në këtë rast? Zotri, çfarë do bëj unë? Unë do vazhdoj misionin tim. Unë do vazhdoj misionin tim, një denoncim që u bë dhe një denoncim tjetër që kërkohet falje publike. Emisionin tim do vazhdoj. Mos më bëj pyetje koleg, ju e dini se si veprojnë gazetarët në tilla raste. Kur të dalë që s'jam unë atëherë do i thosha familjes atyre të dalin të gjithë në emision. Po patjetër, unë besoj që ata e ndjejnë detyrim për ta bërë këtë gjë. E ndjejnë detyrim për ta bërë këtë gjë, por gjithsesi, unë të theksoj dhe një herë i dashur Mariglen, se jam vetë grua, jam vetë vajzë, jam vetë nën, dhe asnjë grua nuk mund të bënte publike një histori dashurie të së shkuarës përballë burrit të saj, sepse ai e kërcënon. Nuk do ta bënte kurrë gjë të tillë, po e bën se i ka vajtur atje ku s'ban më Mariglen. Dakor? Unë nuk besoj që një grua të dalë dhe të tregoj historitë e saj të dashurisë. Kam patur Mariglenin të dashur. T'ja tregoj burrit këtë gjë. Unë nuk besoj se e bën askush këtë Mariglen. E bën sepse po ndihet e kërcënuar. Okej, në rregull, jam dakord me këtë gjë, po ti ju jeni dakord për gjithçka, por mohoni. Gjithsesi unë nuk do të mbaj gjatë në këtë lidhje telefonike, nuk jam askushit të akuzoj, nuk po të akuzoj, po e ngre zërin sepse më dhimbset ajo grua dhe dua që ai njeri që i bën këto, pa ngritur gishtin në askush, se nuk jam askush të ngre gishtin ndaj teja apo dikujt tjetër, por ai person meriton të varet, jam dakord. Dënimin, jo të varet. Dënimin e merituar. Thjesht të mora në telefon për të qenë korekte. Di pse? Sepse të njëjtën gjë do bëja edhe unë nëse dikush do futesh tek familja ime për këtë radhë. Më kupton çfarë do të them? Jam shumë dakord me ato që po thua ti, po askush nuk mund të vë gishtin mbi mua pas një provë, sepse i shkruan dikush që thotë jam Marigleni, ti s'mund të besosh diçka që nga një mesazh. Unë prandaj ju mora për të dëgjuar dhe juve. Gjithsesi, unë të falenderoj që mu përgjigje. Duke ditur që të kam koleg dhe mësova që të kam dhe patriot, uroj që mos t'i jesh ti, se do të rënd për një gazetar, njëri i shkolluar të arrijë në këto nivele. Uroj dhe dua ta besoj që nuk je ti. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes Mariglen. Lutem shënoj numrin tim dhe kur të gjendet kjo që do zgjidhet kjo gjë, unë do kërkoja që ata të dilin televizor të kërkoni falje publike për mua. Patjetër. Është gjëja më minimale që disa njerëz kur zbulojnë të vërtetën të kërkojnë falje për gjithë njerëzit që kanë lënduar. Shpresoj vërtet. E di çfarë kam pritur këto ditë unë them të drejtën, pasi mua më ka sekuestruar policia sa pajisje elektronike dhe më ka futur në borxhe për të bler pajisje të tjera, se siç mund ta dini, ne që jemi gazetar që merrem me video produksion, merrem me këto, unë jam detyruar të blej pajisje të tjera për veten time, jam futur në borxhe dhe në tërësi. Tani këto gjëra që unë i kam shpenzuar këtu, ata s'do të dinë fare. E kupton, ata thjesht kanë hedhur akuzë, kanë nxjerrë urdhë gjykate për kontroll të pajisjeve, edhe më kanë lënë mua kështu tani. Këto gjëra nuk i desë njëri për çfarë ka ndodhur, them drejtën. Po nisë këto janë gjëra të tjera, tinga që nuk janë në brendësitë e qartë. Sepse ky muhabet po bën 5 vite gati. Po, e vërtet, këtë gjë më tha dhe Beta, po bën 4-5 vite që mbesa jon po kërcënohet nga persona me emrin Mariglen, kështu më tha, Mariglen Gjata. Po. Dhe ajo kërkonte që të ishte në një përballje me ju për të thënë disa gjëra, ju nuk pranoni, unë respektoj vendimin tuaj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Kështu që të përshëndes Mariglen.
Mirë, kalosh mirë. Nëse do të dish një detaj rreth bisedës dhe çfarë kam unë prova për rreth atyre, pa merak. Po patjetër, mund të bëjmë gjë që më kanë akuzuar që më thoshin do të vrasin, do të varin, po pa merak, se kam vitur unë çështje gjyqësore për këtë gjë. do mbetemi në kontakt, se jo do flasim. Uroj që të ketë një zgjidhje kjo histori. Gjithë të mirat, mirupafshim. Kalosh mirë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 0699555698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi nesër.